Përshëndetje dhe mirë se erdhët në video të re. Do ta nisim videon pikërisht kështu. Tani. Ju që nuk më njihni, mirë se erdhët në kanalin tim dhe ju që më njihni, mirë se rikëthyet. Sot është një ditë e zymt jashtë, por që ditën time e kanë zbukuruar disa gjëra që më kanë ardhur edhe me zor pres ju tregoj. Gozhdohuni përpara videos, sidomos ju që doni gjëra për shtëpi, sepse çfarë nuk kemi marrë dhe gjëra të çmendura që duam t'i testojmë, të shikojmë në qoftë se realisht do të funksionojnë në shtëpinë tonë për rinovime, për mirësime. Kështu ju e dini që ne kemi një shtëpi të re tani, edhe ka shumë punë dhe po mundohemi që të bëjmë disa rregullime aty ku nuk kemi bërë akoma, për shembull shkalla jonë është pa rregulluar dhe duam të bëjmë diçka, të testojmë diçka me disa produkte nga Temu. Jam edhe telefe lodhur, pse mos të ulem? Po thoj, ju e dini tashmë se kush është Temu, keni parë një video tjetër në kanalin tim me produkte nga Temu, fokusi tek gjërat për shtëpinë, po edhe disa rrobe tek tuk. Ndërsa kësaj here është më së shumti për shtëpinë, edhe po thua ju e njihni Temu që është një ndër platformat online e blerjeve online më konveniente, më të leverdishme të momentit. Edhe normalisht ne që nuk duam të harxojmë shumë lekë për këtë moment, që duam gjëra të mira por edhe të lira, bëjmë blerje aty. Pa humbur kohë, le të fillojmë që t'i tregojmë sepse janë shumë, ose nuk e di, më duket mua shumë apo nuk e di, shumë janë, po janë edhe goxha të rënda. Kam ardhur te dhoma e lojës, le të themi, dhoma ku kemi vendosur atë divanin, ndoshta e keni parë në Instagram. Nuk e di se çfarë ju kam treguar apo jo, po që jam lart që ta bëj atë në qetësi sepse poshtë është Leila. Edhe ndërkohë që më hap ju kujtoj që me kodin tim KBX 7535 keni minus 100 euro ulje, keni minus 100 euro, do të thënë 100 euro ulje. Duhet të ndiqni linkun që do t'ju lej poshtë në description box, edhe aty do të keni edhe përshkrimin e çdo produkti dhe sa kushton, që kështu nëse keni pyetje, mos hezitoni të më bëni, por që keni informacionet edhe poshtë. Pjesa interesante e kësaj videos do të jetë edhe fakti që do të shikoni edhe gjërat e vendosura në shtëpi. Mendoj që është interesante të shikoni ndryshimin se si janë kur aplikohen, jo thjesht do t'i tregoj, po edhe do t'i vendosi. Ups. Për shembull, diçka shumë praktike. Këto janë disa gjëra që vendosen tek tualeti për të varur peshqirët. Është një set shumë konvenient, shumë i leverdishëm. Ka disa pjesë të ndryshme, për shembull kjo është për të varur peshqirin. Kjo për shembull është për peshqirin, mendoj dhe kjo. Kjo tjetra është nga kjo e gjata për peshqirët më të mëdhenj. I keni parasysh vetë ju këto pjesët që vendosen nëpër tualet. Po ja tregojmë mbrapsht. Zgjodha këtë ngjyrën argjend, po për shembull kjo është për letrën e tualetit, se për banjën poshtë, për tualetin poshtë. Lart i kam kështu si me ndru me hekur, po duke qenë se mobilja poshtë është e bardhë, thash kjo ngjyrë argjenti do përshtatet më mirë. Diçka shumë interesante është shpresoj mos të gjë. Dhoma ku jemi nuk ka një llampë, unë do t'i vendoj edhe produktin se si duket në foto, në momentin që nuk e kam varur akoma, që kuptohet edhe më mirë, po që ka këtë fantazinë, është një ambazhur le të themi, ju imagjinojeni kështu rreth e qark, edhe vendoset lart. Ose për ndryshe është me këto zosh, nuk e di shumë cute, nuk kisha menduar ndonjëherë kështu, po më pëlqeu kur e pash atje te fotot. Vjen me këto gjërat, po mund ta përdorni edhe kështu si nga këto llampadarët e vegjël për tavolinë, për komo, keni parasysh vetë, prap edhe këto. Diçka shumë interesante që kemi marrë është për tek hyrja e shtëpisë. Këtë nuk e di nëse do të funksionojë, shpresoj që po. Si ta nxjerr unë këtë, se është një çik me zarar kjo punë, nga që nuk dua të prish. Janë materiale ndërtimi, në fakt këtë unboxing do ta bën të Xhiku, sepse është ai që do t'i vendosi. Ja, këtu duket. Është i tip pllake dhe e kam menduar për tek hyrja. Sa po hap derën e hyrjes, ne kemi një pjesë që është shtruar me një pllak me ngjyra, nuk është ndonjë gjë e bukur, edhe tham, okay, t'i vendosim këtë, edhe nuk e di, bëjnë edhe për hyrje, domethënë dali do ta shikoni sepse ne do t'i vendosim dhe ju do ta shikoni të vendosur. Prandaj nuk do humb shumë kohë që t'ua tregoj me detaje këto. Edhe tani gjërat, po, kemi edhe këto.
Këto te kjo pako janë nga këto që ngjiten tek shkalla. Ky është plani. I ka marrë në ngjyrë druje që më duket kjo ngjyra e drurit më duket natyrale. Është pak më e ëmbël se sa kjo që kemi ne, se vjen pak më kafe, ndërkohë që druri jon i parkes është pak më i hapët, po prap mendoj që janë nice. Por problemi është që më duket se janë të shkurtra dhe nuk e di në qoftë se do arrim që ti vendosim tamam. Edhe janë kështu dhe këto me ngjitës, janë goxha të holla, nuk e di në qoftë se do ta bëjmë punën, por provizore derisa ne të kemi buxhet të mjaftueshëm për të bërë shkallën tamam, besoj se janë okay. Edhe kjo, me zore kam prit këtë në fakt, sepse dua t'i vendos te kuzhina, kam një mini projekt te kuzhina, dua të vendos mensole, si këto. Këto janë të lezetshme sepse futen këtu dhe nuk duken fare. Do vendos 2. Në fakt që ka pak më të zeza se çdo t'i kisha dasht, po gjithsesi okay. Edhe dua të vendos 2 mensole aty anash kuzhinës. Edhe ti vendos ca lule që t'ja pak jetë kuzhinës. Prave këshu materiale, le të themi që ka marrë, materiale në kuptim, materiale ndërtimi, se të gjitha materiale janë këto. Ka marrë një mbulesë buke, e doja si tip lino, pambuk, një ngjyrë bazike që të më përshtatej edhe me setet e pjatave që kam. Edhe mora këtë tani. Ju do ta shikoni tek tavolina, po që edhe kështu duket. Ka këto thekët, ka këtë lule në mes, që është si e qëndisur. Materiali është ky. Është si material lino, tani se çfarë është në të vërtetë nuk e di unë, po unë e mora si për lino gjasme. Do ta shikoj se si do sillet edhe kur të lahet, po që kështu më pëlqen. Më pëlqen të që në foto edhe mendoj që do ri i bukur. Ka vetëm këtë vargun me lule në mes, që kështu nuk rëndohet tavolina kur për shembull i vendos pjata, se kur është shumë e rënduar lule te mbulesa, pastaj ato seti pjatave të mia është ai kuqi me ato lulet është goxha i rënduar, ai që është vintage, ose ai tjetri që është i zi me të bardhë, mendoj që është prap i rënduar. Mendoj që ky do shkojë më mirë me ato me lule, sepse është pak kështu si vintage edhe ky. Po prap mendoj se përshtatet, se është goxha i thjeshtë. Ndërsa këtu kemi një jorgan, mendoj ka marrë një set kështu ky është si një tip jorgani, si duve, si mbules krevati, le të themi. Edhe kjo ishte shumë e bukur në foto dhe shpresoj të jetë e bukur edhe këtu. Tani live, me zor e kam prit këtë, se njerëz, neve do të na vinë miq, në fund të prillit, edhe unë po filloj me përgatitjet e mia, e dini ju, kur mua më vinë miq, sa ekzaltohem, edhe filloj me përgatitjet e mia. Nuk kishin një kështu të re, edhe e mora, por në fakt më duhej në shtëpi një mbules krevati, edhe është kjo. E ka marrë me për masa goxha të mëdha. Shikoni, duket nice. Atëhere, ka 2 mbulesa jastekësh. Shikoni. Edhe janë nga këto jastekët normal, jo si këto të Gjermanisë që janë katror të mëdhej që nuk e di unë për vete nuk i përdor. Jetoj në Gjermani, por ato jastik nuk mund të adaptohem ato lloj jastikësh. Edhe prap një tjetër, 2 do me thënë, edhe është kjo. Vjen kështu si me kutia, nuk e di si duket, do t'ju e lej dhe me foto. Është nga ky materiali si batanie, do me thënë, është batanie në fund të fare. Nuk e di ku e ka këto me 30 gradë, mendoj se la e 40. Unë i fus me 60, po kjo është histori tjetër. Shpresoj mos ta prish. Edhe vjen kështu. Edhe këtë do të mundohem që t'ua tregoj të shtruar te krevati, po që, më pëlqen ngjyra, është siç e prisja. Mendoj që është me filtr dhe mban goxha ngrohtë. Më pëlqen kjo që është kështu me kostina, ky lloj materiali kështu si me vija. Tregon, nuk e di, duket kështu si mbulesë krevati nga këto të kushtueshmët. Po që në të vërtetë jo, nuk është e kushtonte shumë për madhësi që ka. Iku kjo, edhe e fundit,
Jo e fundit, këtë herë se po gënjej. Këtu kemi prap jastëk dhe është hera e dytë që porosis jastëk të Temu. Edhe me thënë të drejtën ju a këshilloj sepse vinë super mirë. Shumë të leverdishme, sidomos kur ke këto ofertat që ndajmë gocat me këto 100 euro ulljet apo ku e di unë, mund të përfitoni. Edhe unë ka marrë 2 të tjerë, unë beta e knaqur dhe tash do marrë dhe 2 tjerë për arsyet që tash. Do nga vi mish edhe të kemi ca jastek të ri, të bukur, të pastër, të papërdorur. Edhe kështu. Po, ka marrë 2 identik si ato të tjerët. Normalisht këto janë të shtitur ajri dhe duken kështu të vegjël, po që pastaj pas disa orëve kthehen normal, gjapo kthehen normal. Edhe është kështu, janë me filtr, janë me zinxhir. Në qoftë se doni ta hiqni filtrën, ta aerosni etj etj. Gjë që ne shqiptarët i bëjmë, vetëm ne shqiptarët mendoj që i bëjmë. I nxjerrim në diell, kur ishim të vogla e bënim këtë gjithmonë me mamin. Na merrte ulnim dhe pahisnim leshin e filtrën e jastekve, u vendosim aty te dielli dhe pahisnim, nuk e di doni ju pahisnim filtrën e jastekve. Hey mami, e di që po shikon videon. Ja që na mësonte mami. Edhe nga jo na ka mbet ne tani, rri edhe unë i nxjerr kur është diell, edhe i hap këtë filtrën, edhe pastaj fus duket sikur është jastik i ri sepse ajo fryhet edhe merr kështu pamje tjetër. Këto, ndërkohë, që sa po hapa, janë 2 perde për te kuzhina, sepse ti kam një tyl, edhe me thënë të drejtën, po të Temu e pa ta marrë, vetëm 10 euro, edhe më pëlqen edhe s'më pëlqen. Kuzhina jonë është gja e vjetër, është kuzhina nuk e kemi ndruar, kam thënë mira herë këtu, edhe është stili vjetër, se kështu është e mirë mbajtur, por është stili vjetër dhe me tylin duke sikur e vjetër shtoj akoma më shumë, megjithëse mua m'pëlqejnë gjërat vintage, po ashtu sikur është edhe tepër, edhe thash po marr thjesht perde të bardha lino që t'i vej edhe mbi të gjitha sepse ajo që kam unë nuk hapet në mes. Unë mendoja se po kur e mora, po ndërkohë ishte vetëm një pjesë, edhe thash ta hap, edhe ta kap me diçka anash, besoj se do dali naj. Shpresoj t'i përshtatet edhe si gjatësi, po mendoj se po si pas mizurave, edhe kështu 2, një nga ana tjetër. Tani, këto ishin blerjet për shtëpinë. Në qoftë se keni pyetje, mos hezitoni të më shkruani, ne do t'i vendosim, edhe ju do shikoni se si rrin, do vendosim sa kemi mundësi të vendosim. Mos hezitoni të më bëni pyetjet, më kërkoni më shumë detaje, nuk e di çfarë doni ju. Ne po nisim me montimin e këtyre gjërave që morëm. Edhe tham si fillim të rregullojmë këtë, sepse kjo është gjendja e shkallës tonë. Është kështu e prishur. Edhe tham t'i ngjisim këtu si fillim, se nuk do të na mjaftojnë, pastaj fillojmë me punimet e shkalla. Fike tani? Tani po vendos këto. Nuk është eksaktësisht për këtë krevatin, sepse ka marrë për poshtë, po që për ta kuptuar ju, shikoni sa i bukur që rri. Më pëlqen shumë. Ka këtë lloj materiali, madje edhe këtë poshtë unë e kam bler po të Temu. Tani rallën e ka këtu. Para të herë, kjo është hyrja jonë. Edhe dera do pak rregullim, po nejse. Kjo është hyrja dhe tani do ta shtrojmë me këto që morëm.
janë këto. Tani, kjo nuk ka mbaruar akoma, sepse nuk na mjaftonin, sepse ishte një provë, po që shikoni pak sa mirë që doli këtu. Tani, ne vendosëm të si patiskop këtë, po që kam një defekt të vogël, se nuk është për këtë punë, por që ka dalë realisht shumë mirë. Zoti Ustas, si ju duket si material, ja vlen, se ja vlen, na thoni për shtypjet. Për shtypjen e vërtet. Apo thuj, po mos na kishte pëlqyer njerëz, nuk do kishin vazhdu t'i ngjisnim. Prandaj, unë pyeta dhe u përgjigja po vetë. Dhe ky është rezultati final. Është realisht shumë nice, edhe mobilja është nga Temu. Si që shikoni, vendi këtu shumë i ngushtë, dhe ne duhet shikojmë të gjejmë një tjetër si kjo, se kjo është e ngushtë. Edhe do vejmë diçka këtu, një pasyrë, nuk e di se çfarë do ndreqi, po që këto kanë dalë shumë nice. Nuk e di. Se tani nuk ka më dritë se u ersua, po që është vetë. Janë realisht shumë nice. U finin shumë kollaj, edhe për momentin si provizore janë realisht një zgjidhje shumë e mirë, mendoj. Tani, me këtë rezën e bukur të diellit që bie kështu, sa e bukur që ka, nuk e di e dalloni apo jo, është pothuajse perëndim, është mbulesa që mora. Do t'rregoj ka këtë detaj këtu. Është shumë nice. Këto janë të qëndisura kështu me makinë normalisht. Edhe kjo është shumë cute, më pëlqen. Unë sa po vara perdet, edhe duken kështu. Jam pak të gjata për këtu, po ndoshta për faktin që unë dua t'i mbaj kështu të mbledhura, ku janë kështu, atëherë ndoshta do duken më mirë. Se unë i dua thjesht t'i mbaj, edhe unë jam aty, t'i mbaj kështu sa për, le të themi, për formë, se nuk është se më duhet perde këtu, se më pëlqen të shoh pamjen jashtë. Se të them të drejtën, nuk është se kam shumë nerva që t'i shkurtoj. Here we go. Për momentin e kam lidh kështu, dhe kështu do të rri. Shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer me këto transformimet e tona që ju treguam. Mos harroni të përdorni kodin që ju thash dhe linkun që do të gjeni në description box, sepse është shumë e rëndësishme për të përfituar uljen me 100 euro. Unë si njëri shumë skeptik dhe kam thënë herë të tjera dhe të video tjetër për këtë aplikacionin e Temus, kam mbetur shumë e kënaqur, prandaj po bëj një video të dytë për këtë, vetëm me produkte nga Temu, sepse e di që ka kështu shumë dyshime mbi cilësinë e gjitha, po mjafton që të lexoni komentet, edhe si që shikoni tek videot që bëjmë ne goca që flasim për aplikacionin si Temu, edhe kuptoni më mirë se si është materiali, si është produkti, edhe pastaj porosisni kështu pa pik problemi, sepse ajo është cilësia. Nëse do të blini dhe ju, blerje të mbara dhe bashkë do të shihemi në një video tjetër. Deri atëherë, qofshit mirë, paçi!